Të qeshurat tallës se mbushan zyrën e noterit kur Andrew mori trashëgimin e tij. Vëllai dhe motra e kishin tallur sepse kishin marrë miliona ndërsa i mori vetëm një kasollë të vjetër peshkimi. Por kur Andrew shkoi ta shihte kasollën, gjeti diçka që ja ktheu mendjen. Zbulimi i tij i bëri të gjithë të pendoheshin që e tallën. Shikojeni deri në fund për të zbuluar sekretin e vërtetë të gjyshit. Kur Andrew Rain trashëgoi një kasollë të vjetër të rënuar nga gjyshi i tij, vëllezërit e motrat e tij nuk mund të ndalnin së qeshuri. Ata kishin marrë pasuri të vlefshme, kur gjyshu i tyre kishte ndëruar jetë, kështu që natyrisht ata talleshin me Andrew dhe kasollën e tij prej druri. Por sapo ai shkoi brenda, tavolinat u kthyen në favor të tij. Dita kur vdiq gjyshi i Andrewit ishte e trishtuar për të. Ai kishte qenë gjithmonë afër gjyshit të tij dhe e mbajti zi thellë. Të afërmit e tij megjithatë dukeshin më të interesuar për trashëgimin e tyre. Kur Andrew mbriti në zyrën e noterit, ai nuk u befasua kur pa të gjithë familjen e tij tashmë atje. Gjyshi i tij kishte qenë shumë i pasur dhe prindërit, vëllai dhe motra e tij ishin të etur për të kërkuar pjesët e tyre. Ata dëgjuan të parët për trashëgimin e tyre. Prindërit e tij morën gjysmë milioni dollari, vëllai i tij mori një shtëpi pushimi të vlefshme dhe motra e tij mori $100,000 në para plus të 2 makinat e familjes. Pastaj ishte radha e Andrew. Kurioziteti mbushi dhomën rreth asaj që do të trashëgonte Andrew. Noteri i u drejtua atij me një shprehje serioze, duke përmendur se dhurata e gjyshit të tij ishte diçka e veçantë. Nga një sirtar, noteri nxori një zarf të zbekt të vjetër, ndërsa u hap të gjithu përkulën, duke pritur një shumë të madhe parash. Në vend të kësaj, Andrew mori diçka krejtësisht të papritur. Në këtë zarf ju lë kasollën e vjetër të peshkimit dhe titujt e pronësisë për zonën e vogël të liçenit që e rrethon atë, lexoi noteri. Të qeshura shpërthyen në dhomë, veçanërisht nga vëllai dhe motra e tij. Ata të dy ranë dakord se do ta ngacmonin përgjithmonë për trashëgimin e tij. Kasolla e vjetër e peshkimit të dukej e pavlerë dhe zona përreth ndonse e bukur, nuk dukej e vlefshme. Të ka ngrabitur vëllai i vogël, tha motra e tij me një buzëqeshje. Andrew donte të polemizonte me motrën e tij, por thellë, ai e dinte se ajo kishte të drejtë. Ai e kishte vizituar kasollën buzë liçenit shumë herë më parë me gjyshin e tij dhe përveç disa pajisjeve të peshkimit dhe një xhati që pikonte, nuk kishte asgjë veçanërisht të veçantë atje. Ai shkoi në makinën e tij duke u ndjerë i zhgënjur. Nuk ishte se ai donte një pasuri, por marrja një dhurate kaq të vogël në krahasim me vëllezërit e motrat e tij, të cilët kur nuk treguan ndonjë interes për gjyshin e tyre, dukej si një tradhti. Kur mbreti në pronë, ai pa saktësisht atë që priste, një ndërtesë e rënuar me dritare të thyera. Pamja e kasollës së rënuar i solli kujtime Andrew. Ai mbante mend kur ishte një ditë djalë i vogël që peshkonte me gjyshin e tij pranë liçenit. Ato ishin ditë të mrekullueshme, por edhe atëherë kasolla dukej e ashpër dhe vitet që kaluan nuk kishin qenë të mira për të. Me një pamje të trishtuar në fytyrë, Andrew shkoi te kasolla. Ai kapi dorezën e derës dhe e ktheu atë. Me një zhurmë të fortë, dera u hap, duke zbuluar brendësinë e kasollës. Ishte edhe më e trishtuar brenda, me vetëm disa pajisje të vjetra peshkimi dhe erën e drurit të kalbur. Ndërsa ecte rreth, pyetjet i mbushën mendjen. Pse gjyshi i tij do t'i jepte këtë vend? Ai e dinte se kishte vlerë sentimentale, por nuk ishte sigur ai kishte thënë ndonjëherë se e donte. Më thuaj çfarë do prej meje, gjysh, më thuaj çfarë të bëj, murmuriti ai. Siç pritej, kasolla mbeti e heshtur dhe gjyshi i tij nuk u shfaq me fjalë të urta i frustruar. Madje pyeti veten nëse duhet ta rënonte të gjithë kasollën. Struktura prej druri në vetvete ishte e pavlefshme, por ndoshta ai mund ta përdorte tokën për diçka. Duhet të ketë diçka të veçantë në lidhje me këtë kasolle që unë nuk po e shoh, i tha Andrew vetes. Me kuriozitet të rinovuar, ai u kthye brenda. Menjëherë pasi hyri përsëri në kasolle. Ai bëri një zbulim të mahniqëm që e bëri të ndihej më afër gjyshit të tij se kur më parë. Në atë moment gjithçka pati kuptim për të,
Duke shpërthyer nga gëzimi, ai mezi priste të ndante trashëgimin e tij unike me të afërmit e tij, të nesërmen. Duke vënë re buzëqeshjen e re të vëllait të tyre, vëllezërit e motrat e Andrewt ndjenjën një nxitje për ta ngacmuar edhe më shumë. Ata i hodhën të gjitha llojet e talljeve, por ai nuk u kushtoi vëmendje. Çdo fyerje thjesht rrokullisej pa mundim. Ai qartazi nuk ishte i njëjti njeri që kishte qenë disa ditë më parë. Ishte tani vërtet i lumtur. Vëllait dhe motra e tij ishin të hutuar dhe madje edhe prindërit e tij, të cilët nuk u bashkuan në ngacmim, e shikonin me kuriozitet. Çfarë gjete në kasolle Andrew? Në thuaj, këmbëngulën ata. Por Andrew thjesht buzëqeshi dhe mbajti sekretin e tij. Ai u tha atyre se nuk meritonin ta dinin sekretin e kasollës, sepse ata kur nuk u kujdesën apo interesuan për gjyshin. Por atëherë ndodhi diçka e papritur. Toni tallës i familjes së Andrewt ndryshoi. Shtëpia dikur e mbushur me ngacmime ra në heshtje. Papritur vëllai dhe motra e tij e vështruan me sy të dëshpëruar, duke kërkuar të dinin se çfarë gjeti. Ai u tha atyre se do t'u tregonte se çfarë gjeti, por ata duhej të premtonin se do ta mbanin sekret. Pra, kishte diçka të fshehur në atë kasolle? Ata ranë dakord me njerë dhe mezi prisnin ta shihnin. Ata të gjithë mbritën në kasollën e liçenit së bashku. Motra e tij me njerë shkeli në një balë të pa identifikuar, gjë që e argëtoi. Kur pan kasollën, than atë që Andrew kishte pritur. Kjo është ajo? Mos u shqetësoni, do ta shihni shpejt. Kjo është. A jeni të gjithë gati të dëshmoni diçka të jashtëzakonshme? Pyeti ai familjen e tij. Të gjithë tundën kokën së bashku në heshtje. Andrew futi dorën në xhepin e tij ansor dhe nxori një çelës të ndryshkur. Ai u afrua derës së përparme dhe e ktheu çelësin. Ngadalë, ai ftoi familjen e tij të hynte e para, i etur për të parë reagimin e tyre. Çfarë ka kaq të veçantë në lidhje me këtë vend, Andrew? Na thuaj tani, pyetën ata. Ai filloi të ecë rreth dhomës me qëllim, duke shtypur këmbët e tij fort në dysheme me çdo hap. Çfarë po bën, vëllai i vogël? Pyeti motra e tij. Andrew i bëri shenjë të heshnin, duke i nxitur të gjithë të dëgjonin zërin që bënin këmbët e tij. Zëri ishte uniform në të gjithë kasollën, i fortë dhe i bezdisshëm, derisa arriti në qoshe ku shtrihej tapeti. Aty zëri u zhvendos në një rënje të fortë dhe të zbrazët. Andrew u uli pranë tapetit, kapi një cep dhe rrotulloi prapa, duke zbuluar një kapak të madh. Mjaft të madh që një person të ngjitej. Me dritat e tyre gati të katërta afërmit e Andrewt, zbritën shkallët e errta. Dhoma kishte erë të mikut dhe të vjetër. Definitivisht nuk është një vend ku dikush do të donte të rinte, vuri re vëllai i Andrewt me mendje madhësi. Por ajo sjellje ndryshoi shpejt kur ai pa dhomën ku hyn. Sytë e tyre u zgjeruan njëkohësisht dhe ata u kthyen nga Andrew, habie e qartë në fytyrat e tyre. Je serioz? Bërtiti motra e tij. Zona ishte një hapësirë e madhe magazinimi nëntoksor, të paktën 10 herë më e madhe se kasollja mbi tokë. Nuk ishte bërë prej druri, por betoni të fortë dhe ishte mbushur me artefakte historike të vlefshme. Ky nuk ishte një rastësi. Gjyshi i Andrewt ishte një koleksionist dhe tregtar i njohur i artefakteve historike. E gjithë pasuria e tij, ajo në të cilën familja mbështetej, vinte nga një karrierë dhe dukej se gjithë puna e tij ishte ruajtur këtu në fshehtësi. Ndër rrethësaret ishin shkopi Kleopatrës, shpat e Aleksandrit të Madh dhe madje një copë rrobash në pronësi të një figure të famshme historike. Për fat të keq, familja e tij pa vetëm paralajmërimin e parave që këto sende mund të sillnin. Duhet të ketë miliona dollar në këtë dom thjesht ulur këtu, tha vëllai i tij, zili e qartë në zërin e tij, dhe pastaj ata të gjithë bën të njëjtën pyetje pothuajse në unison. Çfarë do të bësh me të gjithë paratë që mund të sjellnin këto objekte? Andrew e priste këtë pyetje. Më vjen keq, por unë nuk do të shes asnjë gjë në këtë strukturë të tërë magazinimi. Familja e tij e shikoi atë sikur të kishin parë një fantazmë. Andrew kishte një plan tjetër. Ai do ta kthente këtë vend të një muze. Brenda 6 muajsh, Andrew kishte krijuar një muze të vogël, por mahnitës pranë kasollës. Ai la kasollën siç ishte, të vjetër, të rënuar dhe me erë të rrobave të lagura dhe peshkut. Kështu i pëlqente gjyshit të tij. Muzeu nuk ishte i mbushur me vizitor. Kjo nuk ishte ajo që donte gjyshi i tij.
Bukuria e paprekur e këtij vendi nuk kishte nevojë për shumë njerëz, kështu Andrew lejoi vetëm disa entuziastë të vizitonin me takim. Në këtë mënyrë, ata mund të vlerësonin vërtet trashëgimin e gjyshit e tij. Edhe Andrew ulej në karrigen e tij thjesht të palodhshme përpara kasollës prej druri që e çmonte aq shumë, sepse i përkiste gjyshit e tij. A mendoni se Andrew mori vendimin e dur duke e kthyer zbulimin në një muze në vend që ta shiste për miliona dollar, apo do të vepronit ndryshe?